Mirë Sergjej. Se keni parë takimin sot mes Kurtit dhe Abdi Gjikut, a është shpresdhënës që mund të ketë diçka apo është vetë sa për syfaqe? Po fatkeqësisht nga fjalori që po manifestohet pas takimeve dhe pas takimit të sotëm mes dy liderëve të dy partive politike, nuk ka ndonjë qartësi të mjaftueshme, nuk ka ndonjë artikulim i mirëfillt i qëndrimeve dhe propozimeve. Nuk mund ta kuptoj si është e mundur që të bisedohet rreth afër 2 orësh, siç thuhet, dhe të mos ketë paktën një propozim dhe një takim orientues, një orientim faktikisht që të dihet se cilin drejtim, me që u tha që ka qenë i sinqert dhe korrekt takimi, shkohet në mes këtyre dy partive dhe cilat janë mundësitë që këto dy parti, qoftë me dikën tjetër, me një parti tjetër, në këtë rast me PDK-n, me AK-n, nëse do të ketë rezon politik nga këto parti që do duhet kishte dhe definitivisht e kanë tepruar çdo pikpamje pa skrupullsisht dhe pa ju ardhur keq fare se si sillen me opinionin publik, veçanërisht me zgjedhësit e tyre dhe me Republikën përgjithsisht, qoftë nga banorët e këtij vendi, brenda dhe jashtë vendit, pra, pa dallim, qoftë me bashkësinë ndërkombëtare me të cilën do duhet kishim një nivel komunikimi dhe një nivel sjellje edhe brenda